Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Më përmend distimi përpara, domethënë, që nga fillimi sa është e gjeneza, ajo çka ti e mbron domethënë me mbron. Je në brendësi të gjës edhe ke le të themi një farë lloje flake brenda teje që digjet për këtë lloj teme që janë pakicat. Tani e përmend pak te pjesa e parë që nuk ka një tip le të themi kompromisi apo bashkërendimi rreth pakicave. Unë si blon të pyes çfarë është një pakicë? Ku shkruhet, si definohet edhe pse është kështu? Okej, po bëj fillimisht një ekskursus historik. Nevoja për të përcaktuar se çfarë janë pakicat ka lindur në pas luftës dytë botërore. Ka qenë shumë e vështirë për Kombet e Bashkuara në atë kohë, Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila është themeluar fill pas luftës, me qëllim që të shmangej një luftë e tretë botërore, me qëllim që të ruhet siguria ndërkombëtare dhe që të promovohet bashkëpunimi midis shteteve për të zgjidhur konfliktet e tyre, por edhe si themi, ideja që të drejtat e njeriu duhet të mbrohen. Madje shtetet nuk mund të jenë 100% të lira, të bëjnë ç'të duan me popujt që jetojnë brenda territoreve të tyre. Kjo për arsye sepse lufta e dytë botërore ka qenë një nga momentet më të dhunshme në historinë e njerëzimit dhe ato çështjet e pakicave që u bën të zjarrta, të flakshme gjatë periudhës midis dy luftrave, gjatë luftës së dytë botërore, domethënë kanë shpërthyer në mënyrën më të dhunshme të mundshme, saqë disa pakica janë shkatruar tërësisht. Në rastin e pakicave shqiptare, një nga pakicat që vërtet është shkatruar tërësisht ka qenë pikërisht ajo pakica e shqiptarëve në Greqi. Ka qenë shumë e vështirë në atë kohë për Kombet e Bashkuara që të trajtojnë çështjet e pakicave, sepse edhe pas luftës ka vazhduar të jetë një çështje ndjeshme. Megjithatë, ka qenë deklarata The Universal Declaration of Human Rights, ka qenë instrumenti i parë që në një farë mënyre i ka mbrojtur të drejtat e njeriut në nivel global. Ka patur më vonë konventën e të drejtave civile politike, edhe konventën e të drejtave arsimore, kulturore dhe ekonomike të 1966-s, që kanë krijuar pastaj hapësirë për t'u interesuar realisht e konkretisht çfarë janë pakicat. Është themeluar një komision i posaçëm që merrej me çështjet e pakicave dhe ka qenë Francisco Capotorti, special raportori special për çështjet e pakicave, që të definojë, të japi të përshkruajë çfarë janë pakicat konkretisht. Dhe ai e bën këtë gjë dhe thotë që pakicat janë një grup, nëse më lejon, mund edhe të ta lexoj. Patjetër. E kam në anglisht dhe ai thot një grup në numër më të vogël në krahasim me kombin zyrtar, në pjesën zyrtare, që ka edhe që ka gjuhë të ndryshme, zakone të ndryshme, por do doja të isha çik më specifike dhe okay. Okay, ai thot, mund ta lexoj në anglisht? Patjetër. A group numerically inferior to the rest of the population of a state in a non-dominant position, whose members, being nationals of the state, possess ethnic, religious, or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population, and show, if only implicitly, a sense of solidarity directed towards preserving their culture, traditions, religion, or language.
Kështu që një numër, një komunitet në numër inferior, edhe pse kjo jo gjithmonë është rasti, ka patur shpeshherë grupe që edhe pse në numër më të vogël shpeshherë kanë qenë dominant në jetën politike të një vendi. Në këtë rast mund të jetë shumë shembulli i shqiptarëve që kanë jetuar në Maltëzi, për shembull. Shembulli i arvanitëve gjithashtu. Po, edhe i arvanitëve, po në këtë rast pse po e përmend Malinezi, sepse realisht malazezët nuk ka qenë asnjëherë shumicë në Maltëzi. Për këtë arsye, kështu që edhe pse ata kanë qenë pakic, prapë kanë qenë në një pozicion dominant në raport me shqiptarët. Dhe ky grup që përbën një pakic, shpreh solidaritet me njerëz të tjerë brenda komunitetit për të ruajtur gjuhën, kulturën, identitetin kombëtar, traditat e merat. Ka ndodhur diçka për shembull gjatë ish Jugosllavisë, domethënë shqiptarëve nuk është lejuar asnjëherë që të jetojnë të gjithë së bashku, por kanë qenë vëndar midis Malit të Zi, Serbisë edhe Maqedonisë, edhe pse ka patur një kërkesë të shqiptarët që të jetojnë të gjithë së bashku në një republikë të shtatë jugoslave, kjo gjë nuk është lejuar asnjëherë. Ka patur një lloj përmirësimi në të drejtat e pakicave tek shqiptarët në Jugosllavi rreth viteve 60. Por edhe pse ka patur këto të drejta kanë reflektuar disi edhe në jetën e tyre të përditshme, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për ata që të kenë shkolla në gjuhën shqipe, të kenë si themi të jenë aktiv në jetën politike, dhe në një farë mënyrë ta ndryshojnë jetën e tyre në mënyrë rrënjësore. Thjesht duke u arsimuar, duke studiuar, edhe ata intelektual që kanë lindur në ato vite, thjesht kanë kuptuar që ka diçka që nuk shkon, sepse ne nuk po përfitojmë nga ky shtet, çfarë na takon ose çfarë ne duam. Janë munduar, domethënë, që të arrijnë, ka patur pastaj një lloj përmirësimi kur Kosova ka patur një lloj autonomie, është vendosur gjuha shqipe si gjuhë si themi zyrtare brenda Kosovës, por gjuha shqipe nuk ka patur asnjëherë të njëjtin status si serbo-kroatishtja për shembull. Dhe këto pakënaqësi kanë çuar pastaj më vonë në ato që kanë qenë protestat studentore në Kosovë, dhe çdo përpjekje e kosovarëve për të ruajtur identitetin e tyre, për të shprehur identitetin e tyre, për të patur një rol më aktiv në jetën publike, në jetën politike, në jetën ekonomike, gjithmonë nga Beogradi është perceptuar si një kërcënim. Dhe madje edhe kur Slobodan Milošević ka filluar atë në procesin e dizintegrimit të Jugosllavisë, Slobodan Milošević kur ka vajtur në Kosovë, ka qenë duke sikur ka qenë në fundi viteve 80. Ka vajtur pikërisht i ka përshkruar serbët si viktima të irredentizmit shqiptar. Dhe kjo në një farë mënyre ka çuar pastaj në atë përplasje. Fundamentalisht njerëzit që luftojnë të vërtetën me çdo lloj mënyre, domethënë normalisht kanë diçka për të mbrojtur. Edhe sidomos në të rast kur një pjesë e madhe, po themi gjithë apo një pjesë e madhe është bazuar në një gënjeshtër, ose mbasi jo gënjeshtër, po thriller, është diçka e trilluar. Normalisht e vërteta është gjëja më e rrezikshme që mund të ndodhi, domethënë, edhe sidomos kur një pjesë popullsie që le të themi ka luajtur një rol kyçe në ndërtimin e Jugosllavisë, që është historia klasike e shqiptarit në Ballkan duke ndërtuar shtetet e tjerëve. Normalisht kur fillon edhe zgjohen për veten e tyre, është një goditje shumë e fortë për një shtet të bazuar, ose le të themi një entitet të bazuar në doktrinë siç ishte Jugosllavia apo siç është Serbia apo më sot e kësaj dite. Ka patur intelektual serb në fakt edhe lejon të përmendet njëri në veçanti që është Vasha Çubrilović. Çubrilović është ai babai i memorandumit famkeq për shpërnguljen e shqiptarëve nga Ballkani. Dhe janë përpjekur në çdo lloj mënyre që vërtet të ndryshojnë si themi aspektin demografik të vendit nëpërmjet mjeteve të kolonizimit.
të spastrimit etnik, nëse ka qenë e nevojshme edhe lufta, domethënë është konsideruar si një mjet i domosdoshëm për të arritur qëllimet që ata donin në lidhje me territoret ku jetonin shqiptarët. Donin vërtet që të përmbysej tërësisht elementi demografik i territoreve shqiptare. Dhe ka patur kolon malazez, kolon serb, kolon maqedon që vendosur në disa vende ja kanë arritur edhe për pak e arritën edhe në shumë vende të tjera. Në fakt më lejo të lexoj diçka tjetër në lidhje me. Të lutem. Po. Është pikërisht përmendet Ferizaj dhe Peja. Atëherë. Një shumë interesante këto. Çfarë mund gjej Robi? Atëherë. Kjo në fakt është e viteve 30. Dhe në përpjekjet e mbretërisë serbo-kroate slovene, sepse kanë ndryshuar edhe emrat pastaj, pastaj të ish Jugosllavisë kanë menduar edhe që edhe traktatet e marrëveshjet ndërkombëtare mund të ishin një zgjidhje për të, deportuar, transferuar shqiptarët drejt Turqisë apo drejt territoreve të tjera. Dhe ky është quhet Gjorgje Krstić, është komisioner, Chief Agrarian Commissioner, edhe thot në lidhje me shpak e gjatë, po megjithatë. Po, s'ka problem. In the Lab district of northern Kosovo, the colonization had thoroughly changed the ethnic composition of the entire region, in which, in 1913, there had not been a single Serbian inhabitant. Kështu që në luftën ballkanike, në 1913, s'ka patur në këto territore nuk ka patur asnjë serb. Dhe thot që our best elements from various parts of the country have settled in Kosovo, where they have formed homogeneous as well as mixed colonies. The colonizers are real peasants who have gone there to work and are prepared to face any difficulty. They have had good results in a short time. Most of them have built houses and some have restored old houses. They work the land well and some have brought with them agricultural implements. Among the results obtained is that of the progress of the towns. Uroševac, që është Ferizaj, is no longer the Albanian town it was before. For a long number of Herzegovins have settled there, and they will before long become the dominant element. Pristina is on the way of becoming a modern town and is making great progress. Peja, where before it was difficult to see one of our people, is today crowded with our colonizers, who seem to give a new life to the town and very soon they will change their town's entire character. Kjo do me thënë është, imagjino për shumë që ti të lexosh diçka të tillë dhe çështja është se ka dokumenta. Normalisht që është një punë e jashtëzakonshme, unë mendoj që edhe pse unë kam bërë një hulumtim që më ka lejuar të kuptoj pak a shumë situatën, mendoj se duhet jashtëzakonisht shumë punë akoma për të kuptuar realisht se si është krijuar Serbia, si është konsoliduar Serbia dhe realisht çfarë ka ndodhur me ata njerëz që kanë jetuar në territoret. Po pra se ai pasazhi ishte shumë interesant. Ata kanë ndërtuar shtëpi të re dhe kanë rikonstruktuar shtëpi të vjetra. Shtëpi të vjetra të kujt vllai? Nga ku dolën këto shtëpi të vjetra? What are you doing? Ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë pikërisht marrëveshjet që këta kanë bërë me për shembull me turqit për këmbimet e popullsisë. Dhe ka patur dy marrëveshje, ka qenë me Ataturkun, Stojadinović e Ataturk në vitet 30, ku shpeshherë unë trëmbem nga shifrat që lexoj, sepse thua ti, nga dolën, do të thonë thuhet që shqiptarët kanë qenë pakicë, nuk kemi të dhëna eksakte sa kanë qenë shqiptarët, po pa pritur, unë lexoj atje 200.000 shqiptar janë shpërngulur rreth Turqisë në vitet 30. E ti thua, po këta nga dolën. Edhe Po ishe pak se presupozohet ti je pakicë, e kupton? Po nga dolën, do të thonë, janë shifra shumë të mëdha, edhe do të thonë 200.000 veta, nuk është se ti mund t'i marrësh e ti heqësh edhe s'tu pas kush.
Por në atë kohë justifikohej me faktin sepse çështjet e pakicave kanë qenë një problem në gjithë Europën. Gjermania ka pasur probleme me pakicat e saj në Sudetenland, për shembull. Apo Polonia ka pasur të njëjtin problem, Franca ka pasur të njëjtin problem, dhe të gjithë kanë bërë po ashtu të njëjtën gjë. Çfarë ka ndodhur ama që ato traktate që kanë marrë jetë në lidhje me pakicat në Ballkan, shpeshherë i kanë si themi, i kanë frymzuar europianët. Ka thënë, okay, atëherë mund ta bëjmë edhe ne një. Boka edhe kështu. Boka edhe kështu. Dhe madje traktati i parë që ka patur, si themi që ka qenë një traktat i ligjshëm, që ka parashikuar këmbime popullsish, ka qenë traktati midis Turqisë dhe Greqisë pas luftës së parë botërore. Lufta e parë botërore ka mbaruar në 18-ën në Europë, po për Turqinë edhe Greqinë ka mbaruar në 20-ën, sepse kanë vazhduar konfliktet. Pas asaj lufte lindi Turqia moderne me kemalistët dhe Greqia moderne, si e njohim ne, me ato territore që kishte si themi fituar gjatë luftës. Mua thjesht më vjen pak i natë, domethënë që ti e ke marrë kohën, ka harxuar kohë nga jeta jote, domethënë, dhe ke gjetur pasazhe të tilla, gjëra të tilla, edhe më vjen, domethënë, kam një vërtet i ngarkesë emocionale tani, domethënë që pse gjithë institucioni i kërkimit historik në Shqipëri, domethënë për çfarë han bukta njerëz, domethënë, I don't know. Nice, whatever. Unë besoj gjithsesi se ka historian të mirë. Për fat të mirë, unë mund të them që në ato libra që unë kam lexuar ka edhe autor shqiptar. Një nga ata autorët që unë kam lexuar ka qenë Kristof Rashi, për shembull. Po ka dhe autor shqiptar, po ky është problemi Denisa, që ka dhe autor shqiptar. Thjesht ky lloj formulimi, sepse predominanca duhet të ishte autor shqiptar, sepse është fikse si ai inferioriteti që të tjerët e bën më mirë, domethënë. Neve na duket sikur jemi të mirë kur përmendemi diku jashtë, domethënë. Është vërtet. Mua atëherë mendoj se të tjerët, për shembull, fontet që un kam gjetur në anglisht, shpeshherë nuk I përmendin shqiptarët. Un prandaj them, un ato elemente e njohuri të rëndësishme që kam gjetur tek shqiptarët, shpeshherë I kam gjetur në burime shqiptare ose në ato burime ku trajtohen çështjet e shqiptarëve. Po, duke qenë se shqiptarët kanë qenë musliman, nëse shfarosës që disa musliman në Ballkan nuk interesonte askujt. Ama nëse do shfarosej në një I krishter, në një grek ose në një armen, opa, të gjithë media ndërkombëtare do përshëndrojë vetëm atje. Nga ana tjetër, për shembull, të gjitha krimet që janë bërë kundër popullsisë muslimane ballkanase, sepse mua është e rëndësishme që të theksojmë që ata kanë qenë ballkanas, ata kanë qenë shumica, kanë qenë vendas. Edhe pse kanë ndryshuar fe. Dhe vlen të theksohet që edhe pse musliman, ata njerëz kanë patur, si themi, kanë dominuar në jetën politike, ekonomike të asaj krahine për shekuj me radhë, pavarësisht pastaj se si kanë rrjedhur gjërat. Mendoj që një nga sfidat më të mëdha për shqiptarët është se kanë dashur autonominë në perandorinë osmane. Dhe kanë punuar për autonominë në perandorinë osmane. Kur nga ana tjetër Porta e Lartë nuk donte t'ia dinte fare, domethënë për pavarësi të shqiptarëve. Dhe thoshte që okay, nëse ju doni, po autonomi, pavarësi asnjëherë. Dhe kjo ka qenë edhe një arsye pse lidhja e Prishtinit ka dështuar, sepse ka qenë e sulmuar nga Porta e Lartë. Dhe kemi patur dhe ajo hapësirë për fat të keq është konsideruar si një hapësirë ekskluzive vetëm ose grekëve ose serbëve ose e osmanëve. Kështu që ata popull që kanë qenë nën ta s'kan asnjë lloj të drejte, s'mund të shprehin asnjë lloj të drejte në raport me territorin. Maar anders ongevraagd. Pse nuk u bëm ne, domethënë, serbët ose grekët në llojin e kjo pakica, domethënë, se shiko, edhe serbët edhe grekët në shumë territore që ata që I përkasin atyre tani më, dikur kanë qenë pakicë, edhe pakicë e thellë, madje. Si ka mundësi që shqiptarët nuk arritën të krijonin një metodë të tillë doktrine gjakatare, vrastare, genocidiale, domethënë siç e bën serbët dhe grekët. Kaq mirë jemi ne.
ata që kanë patur mendjen e mbrapsht thjesht kanë mbështetur ideologjitë e këtyre shteteve, por nuk do thotë që s'ka patur shqiptar. Ka patur shqiptar edhe në anën greke, ka patur shqiptar edhe në anën serbe. Mjafton të mendohet që Greqia është themeluar nga arvanitët, kontributin e madh që ata kanë dhënë, po edhe kontributin e madh që ka dhënë Marko Buçari. Marko Buçari ka qenë një suljot. Po. Suljot edhe suli është në çamëri. Por fakti që ka ndodhur disa evente të rëndësishme, për shembull, kur Ali Pasha ka sulmuar sulin e Panaritin, i ka përzënë, i ka dëbuar suljotët nga suli, ky element pastaj është rikthyer 70 vjet më vonë në periudhën e kryengritjes greke për pavarësi. Dhe ata suljot janë munduar që ta lirojnë vendin nga osmanët. Do të thonë ka qenë një kryengritje e krishterë që ka parë shqiptar ortodoks, arvanit, ka parë grek vleh. Po, grek vleh. Sa grek mund të ketë pasur atëherë, po hajt. Po gjithsesi kanë ekzistuar edhe kanë luftuar edhe ata për këtë gjë, por ka qenë një kryengritje ortodokse. Dhe madje edhe kur është liruar Beogradi, edhe Beogradin e ka liruar një shqiptar nga Janina. Okej. Pritse si quhet Jan Nikondo. Edhe Beogradi, madje sot ti në Beograd ke një statujë të këtij personazhi historik që mban një shqiponjë ka një plis në dorë, në kokë. Mban një shqiponjë në dorë e ka një plis në kokë, por thjesht edhe kjo ka krijuar jashtëzakonisht shumë debat. Domethënë, po ne si quhet sot Janović, Kondović, diçka e tillë? Se e kanë të thjeshtë ata. Nuk quhet fare, mendoj se i quajnë thjesht një të krishterë dhe mbaroi filmin. Po. Por mendoj se ka patur shqiptar, madje megjithatë vlen të ngrihet pyetja si është e mundur që në koalicionin e madh ortodoks lindor, elementi ortodoks shqiptar zbehet ose zhduket. Si është e mundur? Dhe kjo është një pyetje që vlen të ngrihet edhe për shkak se ti imagjino që Fanoli e ka themeluar kishën ortodokse shqiptare autoqefalin në Bosnjë. Nëse nuk gaboj vetë. Po shiko, është formuar autoqefalia shqiptare dhe ka pasur një element shumë të rëndësishëm si të intelektualëve shqiptar, si të klerit ortodoks, por edhe të njerëzve që kanë dashur pjesën shqiptare, por siç ka pasur edhe musliman të tjerë, domethënë që për interesat e veta që nuk i gjykoj dot, sepse nuk mund t'i gjykoj me mendjen e 2023-shit ata që kanë kaluar atë eksperiencën ato vite, kanë pasur interesat mbështesin, le të themi, një diçka si Serbia apo një diçka si Greqia ose pjesa muslimane diçka si le të themi governanca turke ose otomane asaj kohë e Rumelis. Edhe normalisht duke ndjekur interesat e tyre personale, dashur apo pa dashur, unë nuk po i them që ata e kanë bërë me qëllim, por që kanë kontribuar në zbehjen e, le të themi, ndjenjës së shqiptarizmit dhe fokusimit drejt kësaj ndarjes fetare, duke u, le të themi, rreshtuar ata ortodoksët e veriut me slavët, ortodoksët e jugut me të ashtu quajturit ose të vetë quajturit grek. Edhe një pjesë e vogël, shiko, ortodoksia shqiptare është ndarë vërtet në dy masa të mëdha. Unë mendoj se pjesa më e madhe është ajo që nuk i përket ortodoksisë shqiptare. Ka shumë shqiptarë ortodoks janë të shpërndarë në shtetet e tjera që e konsiderojnë veten si shembulli perfekt i Maqedonisë. Është një shqiptar ka një pjesë shumë e madhe e fshatrave në Maqedoni, thonë unë jam maqedon ortodoks. Jam ortodoks edhe kjo më bën maqedonc, që është kulmi i gjës, domethënë. Fakti që ortodoks të bën maqedonc, ata janë gjithë shqiptar. Meanwhile ajo nëna e thot këtë gjë në shqip. Domethënë unë jam ortodokse, thot, prandaj jam maqedonce. Me ke parasysh është e kupton ku ka arritur gjëja? Edhe pjesa më e madhe e ortodoksisë shqiptare, domethënë nuk i përket Shqipërisë, por i përket atyre ku ata janë bërë një brainwash, ku janë bashkështuar etj. Domethënë janë vërtet argumenta shumë delikate dhe ka kompleksitet pafund. Por diskutohet, po. Por është e vërtetë ajo që ti që elementi ortodoks shqiptar më shumë është bërë se sa është bashkuar. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet që fakti që ne nuk kemi shpikur ideologji të tilla, në një farë mënyre e bën çik më të lehtë për ne për të ardhmen
që të japin përgjigje disa pyetjeve. Dhe unë shoh që shqiptarët janë shumë të themi të etur për të vërtetën. Duhet edhe të jemi të vetëdijshëm që e vërteta jo gjithmonë është komode. Dhe shpeshherë disa të vërteta jo gjithmonë mund të thuan. Sepse disa të vërteta në momente historike të caktuara janë vendimtare. Dhe unë e kuptoj këtë gjë. Ka patur edhe diçka tjetër që kur kryegritja greke ka patur shumë simpati nga Perëndimi. Më ishte glorifikuar, Perëndimi shikonte si djep atë, po. Jashtëzakonisht shumë kanë kaluar nga si themi njerëz të shtypur në Perëndi. Papritur vën të gjithë Perëndi e Perëndesha. E kupton? Edhe papritur të gjithë filluan të thonin po ne jemi ata. Grekt e lashtë, ne jetojmë në të njëjta territore, me siguri çdo gjë që është këtu ka të bëjë me ata apo ne kemi të bëjmë me ata. Dhe fakti është që ka patur disa momente në histori që vërtet duhen parë çik me kujdes, se për shembull kur ka ekzistuar The Great Plague, në një farë mënyre shumica e banorëve të asaj zone kanë vdekur pikërisht nga kolera. Dhe bëhet pak e vështirë domethënë që ti japësh atij vendi një identitet të qartë etnik. Por çfarë ndodh që dihet që vllehët janë të vajtur atje, dihet që arvanitët janë të vajtur atje, por ama ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe me epirotët. Epirotët kanë qenë atje akoma më herët dhe epirotët mund të jenë ndoshta ai grup që ka jetuar më afër, më shumë në kontakt me grekët e lashtë. Por çështja, domethënë çamët janë konsideruar edhe pavarësisht se edhe fjalë, domethënë fjalën epirot e kanë futur grekët në fjalor. Ka ekzistuar më përpara, por është rikthyer në fjalor në periudhën pas formimit të shtetit ose gjatë periudhës së formimit të shtetit. Dhe ne, për shembull, unë fjalën epirot për herë të parë nuk është se kam dëgjuar nga njerëzit e mi. Kam dëgjuar për herë të parë në ato burime që unë kam studiuar. Por prap, epirotët janë një, si themi, epirotët në ditët e sotme mund të thuhet që shumica janë me origjinë shqiptare. Pavarësisht se si pastaj deklarohen apo se ku jetojnë. Dhe janë disa çështje që thjesht sapo kemi filluar t'i trajtojmë. Ku janë pakicat shqiptare? Po dihet që ka atëherë, zyrtarisht nuk ka pakicë shqiptare. Domethënë pakicë shqiptare në Greqi. Në Greqi ka vetëm emigrantë shqiptar. Është vërtet në fakt që Greqia nuk njeh asnjë lloj minoriteti ose pakice. Një komunitet musliman në Thrak. Është i vetmi komunitet që njeh. Por nuk njeh, domethënë pakicë shqiptare nuk ekzistojnë në Greqi. Zyrtarisht. Por dhe në fakt kjo është edhe një nga një problem tjetër, sepse për një komunitet që të përfitojë të drejtat e pakicave, duhet që të njihet nga shteti ku jeton. Që është pak idiote si gjë, domethënë që nëse shteti nuk do, atëherë ai nuk ka asnjë lloj asnjë shpresë, domethënë. Jo. Por edhe pse ka qenë e vështirë që të themi njohja e pakicave gjatë pas luftës së dytë botërore dhe është rikthyer gjithsesi në vëmendje, çështja e pakicave është rikthyer në vëmendjen e shteteve edhe e politikës ndërkombëtare në vitet 80-90, sepse aty ka patur ndryshime jashtëzakonisht të mëdha nga pikpamja gjeopolitike. Po ishte Bashkimi Sovjetik, po dal nga dal, po zbehej, po shpërbëhej, dhe është, si themi, Kombet e Bashkuara, për shembull, marrëveshjen, traktatin e parë në mbrojtje të pakicave ka lindur në 1992. Por e njëjta gjë vlen edhe për ato instrumenta që në mbrojtje të pakicave që kanë lindur nën Këshillin e Europës. Këshilli i Europës është një organizatë që merret me të drejtat e njerëzit, me demokratizimin edhe me shtetin e së drejtës. Ka lindur fill pas luftës së dytë botërore. Në Europë është një nga organizatat më të vjetra.
Dhe ka dy instrumente që merren me çështjet e pakicave, që edhe është Konventa Kuadër në mbrojtje të pakicave kombëtare, edhe kanë edhe më duket një kanë dy instrumente, një për gjuhët që mbron, domethënë gjuhët minoritare dhe një që mbron pakicat. Por Greqia nuk është pjesë e asnjërs prej tyre. Sepse për një traktat që të ketë efekte ligjore, duhet që ti ta firmosësh e ta miratë. Greqia ka si mund ta lejojnë, domethënë, gjithë këto fuqitë e mëdha, gjithë kjo gjeopolitika e madhe, domethënë nuk e di. Më kaq të forta janë interesat, le të themi, afat shkurtra, sa që nuk thot njëri që dalë vëlla, nëse të gjitha shtetet janë pjesë e kësaj, ti që je këtu, domethënë si sa vën kushte nepër që në Europë, si vën kushtet e grekëve, duhet të jesh që të vazhdosh pjesë, që të marrësh të duhet të jesh pjesë e kësaj vëlla, duhet të respektosh drejtat e njerëzit. Pse duhet të respektojmë vetëm ne që jemi jashtë dhe duhet të futemi drejtat e njerëzit dhe jo ata që janë xha brenda? Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, ku parashikon sot që duhen respektuar të drejtat e pakicave për të kualifikuar dhe për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Greqia është antarësuar në vitet 80. Dhe kjo conditionality që ekziston për Ballkanin Perëndimor sot, më herët nuk ka ekzistuar. Domethënë po ata s'u thonë tani bëj si themon, po mos bëj si bëj unë, e kupton? Nëse unë e kuptoj që atëherë nuk ka ekzistuar, dhe kjo është okay. Kush jam unë? Ashtu ka qenë atëherë, ashtu është okay. Po është teorikisht, domethënë logjikisht e papranueshme tash që okay, atëherë ka qenë si ka qenë, në rregull, është bërë ajo që apo tani jemi këtu. Kurse nëse ti e kërkon dikujt tjetër këtë gjë, hajde implementoje edhe vetë tash. Po kjo është e vërtetë, duhet të ekzistojë një lloj presioni ose një lloj mekanizmi që t'i bëjë shtetet që t'i respektojnë to detyrimin që kanë ndaj traktateve dhe proceseve në të cilën marrin pjesë. Unë jam habitur sepse Shqipëria është një shtet që i respekton jashtëzakonisht shumë të drejtat e pakicave. Dhe në lidhje me ato detyrime që Shqipëria ka në nivel evropian e ndërkombëtar, si themi, është vërtet jashtëzakonisht mirë në krahasim me rajonin, madje edhe në krahasim me ata vende që janë pjesë në Bashkimin Evropian. Por thjesht mendoj se vërtet duhet të ekzistojë diçka, një problem në thelb. Këto shtete që kanë lindur pikërisht nëpërmjet praktikave genocidare dhe që kanë lindur e janë konsoliduar nëpërmjet pastrimit etnik, e kanë vërtet të vështirë që të pranojnë në farë mënyrë të heqin dorë që çfarë ka ndodhur deri tani nuk ekziston më, hajde të jetojnë gjithë së bashku edhe hajde të bashkohemi gjithë familjes europiane. Greqia gjithsesi është antare e NATO-s dhe është antare e Bashkimit Evropian. Jo, në rregull, nuk është thjesht për atë, po që nuk mund të anashkalojnë gjithë faktin. Unë di që është e vështirë, po fakti që nuk e pranojnë dhe që e shtyn akoma thjesht e bën akoma më keq. E kupton? Unë e shoh si diçka që sa më përpara të bëhet, aq më mirë do jetë. E kupton? Do jetë më mirë për gjithë secilin. Mendoj që identiteti ruhet ende brenda hapësirës familjare. Edhe pse është e vështirë, mendoj se njerëzit janë të vetëdijshëm kush janë nga vinë. Por, nëse do ekzistonte një lloj ndryshimi i tillë, mendoj se shtete si Greqia apo si Serbia do stabilizoheshin dukshëm. Dhe kjo në një farë mënyre do krijonte akoma probleme të tjera në Ballkan. Sepse politika është e çuditshme, domethënë, në momentin që ti ta zëm një grup organizohet, një grup politik organizohet, mundohet të çojë përpara një kauzë për komunitetin e vet, do mundohet që të krijojë aleanca, do mundohet për shembull që të bëhet i zëshëm, do mundohet për shembull që të kërkojë të drejta, dhe shpeshherë kjo nuk vjen në mënyrë paqësore. Shiko, Deniza, për të gjitha gjërat që thuan është vdekja e gjithësishme ose vdekja absolute e diçka, e një kombi, një kulture, një këngë, një virshe, bleonit e tjerë. Është kur harrohesh, kur personi i fundit që ka informacion rreth teje vdes, ti atëherë vdes vërtet, komplet, domethënë që nuk ekziston më fare. Aty mbaron komplet e gjithë kuptueshmëria rreth teje. Domethënë çfarë jam unë si individ, unë vdes fizikisht, pastaj vdes edhe komplet kur personi i fundit që ka informacion rreth meje nuk ekziston më. Dhe, okay, mund të krijojë probleme,
mund të krijoj destabilizime të tjerë. Dhe unë normalisht duhet theksuar që jam kundër dhunës e tjerë gjithë këto disclaimerat që duhen bërë sot në 2023. Por është jashtëzakonisht shumë e rrezikshme që të themi për shkak se do krijohet një lloj problemi dhe një lloj destabilizimi i vogël apo i madh, ne jemi të gatshëm të vrasim një kulturë ose dy kulturë ose tre kultura, si Greqia ka disa, Greqia ka bullgarët, Greqia ka vllehrit, Greqia ka arvanitët, Greqia ka çamët, Greqia ka emigrantët shqiptar, turqit, arabët, hebrejt, egjiptianët, e kupton? Ka ata që kanë ardhur nga jemi të gatshëm që të gjitha këto grupe ti zeron, ti çosh drejt harresës absolute, vetëm që në afat shkurtër mos të kemi pak probleme. Unë jam kundër kësaj, personalisht. Po patjetër, po thjesht për këta shtete që një shtet, një qeveri të çojë përpara, si themi, ndryshime të tilla, e ka jashtëzakonisht të vështirë. Nuk është një rastësi që Greqia, domethënë, është sensitive ndaj ekstremizmit të djathtë. Dhe nuk është një rastësi që ekstremistët, që Serbia është sensitive ndaj ekstremizmit nacionalist serb. Nuk është një rastësi, domethënë, këta njerëz në një farë mënyrë ushqehen disi me atë lloj ideologjie. Dhe mendojnë që vetmja mënyrë për të mbijetuar është pikërisht që të ecin përpara ashtu siç kanë ecur deri tani. Kjo është problemi i madh, ja kanë mbushur mendjen vetes, domethënë që nëse nuk janë nacionalistë të thekur, domethënë nuk mund të mbijetojnë, që në fakt nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë se mund të koekzistosh me njerëz. Mund të jetosh së bashku. Në fakt Kadare ka thënë diçka që më në fund Serbia e ka liruar veten nga Kosova. Dhe mendoj se kjo është shumë e vërtetë. Mendoj se mjafton të shikosh edhe sot, mjafton të shikosh për shembull çështjen e Izraelit dhe Palestinës, nuk dua të fokusohem aty, po raportuesi speciale e Kombeve të Bashkuara në territoret e okupuara palestineze thotë që është e nevojshme edhe për izraelitët që ta lirojnë veten e tyre nga, si themi, nga kjo fobia që kanë ndaj palestinezëve. Dhe sepse ai dehumanizimi që ndodh në këtë rast tek ata njerëz që janë të shtypur edhe të diskriminuar, dehumanizmi në një farë mënyre u ndodh edhe atyre që janë në pushtet edhe mundohen të shtypin. Domethënë ka dy lloj forma dehumanizmi, disa që humbasin komplet dinjitetin dhe disa që humbasin komplet atë humanizmin e tyre. Dhe në të dyja anët, domethënë të dyja janë njëra me faqe e tjetrës, domethënë se ajo monedha me dy faqe. Janë të dyja ecin dorë për dorë. Dhe të njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe ato shtete që deri vonë në Ballkan, si themi, kanë kryer krimet njerëzore dhe kanë ndjekur ideologji të sëmura vetëm thjesht për të justifikuar ekzistencën e tyre atje, po për këtë problemi nuk është për mendimin tim, problemi nuk duhet të jetë serbët në Ballkan apo grekët në Ballkan apo shqiptarët në Ballkan. Thjesht duhen krijuar hapësira të reja, komunikimi dhe bashkëpunimi, sepse unë mendoj që edhe vetë serbët kanë për të fituar shumë në qoftë se i bëjnë këto lloj ndryshime. Unë nuk do doja kur për shembull që Serbia të izolohej tërësisht nga Europa apo nga Ballkani perëndimor. Nuk do doja kur që ata të kishin një fat të tillë, sepse do e bënte jashtëzakonisht të brisht situatën atje për Europën. Europa ka kaluar faza shumë të vështira nga pikpamja e sigurisë, e të drejtave të njeriut, dhe nëse ne sot jemi në gjendje gëzojmë disa të drejta dhe gëzojmë, si themi, kemi instrumente që i mbrojnë këto të drejta, është pikërisht fal asaj eksperiencë tragjike që është ajo ana tjetër e monedhës së errët, po. Kemi patur në shekullin e 20. Domethënë europianët arritën pas luftës së dytë botërore të thonë fill pas luftës së dytë botërore. Po e përcaktoi këtë Europa kontinenti i paqes. Dhe ne imagjino se sa e vështirë ka qenë atëherë për një italian, një gjerman, një francez, edhe një spanjoll. Dhe Spanja është histori tjetër, po gjithsesi
të besonte që vërtet Europa ishte kontinenti i paqes pas gjithë atyre gjërave që kishin parë, që kishin përjetuar. Shiko, është edhe një çik, është goxha sarkastike, domethënë. Film pas luftës së dytë botërore thua që Europa është kontinenti i paqes, është ka qenë nevojshme. Sarkastike nuk është, por ka qenë nevojshme pikërisht për të krijuar bazat për atë që është Europa sot. Dhe për të patur ato lloj instrumente që neve na garantojnë lirinë e lirë dhe na lejojnë që ne të jetojmë mirë në çdo vend të Europës. Dhe mendoj se me antarësimin në BE edhe vendet e Ballkanit do përjetojnë, do përfitojnë nga këto të mira që Europa. Atje në atë pjesë do futemi në një herë tjetër. Unë për kësaj here kam një pyetje përfundimtare, domethënë që do doja të argëtoni pak si mendim. Ti thua me të drejtën, që unë e besoj, domethënë, dhe unë ashtu e mendoj, që nuk do ishte mirë që mbasi Serbia të bënte ndryshime, domethënë të izolohej apo të izolohej tani nga Europa në mënyrë që të bëjnë një farë lloj strong arming etj. Por duhet të vërim shtrëme të flasim drejt. Kështu i themi në Berati. E duhet të pranojmë faktin që siç po bëhet tani, edhe në momentin që ne po flasim, politika e Shteteve të Bashkuara dhe europiane, ku me buk, ata me gur, e kupton, dhe ata prapë i fërkojnë shpatullat Serbisë. Nuk ka, domethënë, ndodhi ajo në Banjë ku vraj polici, domethënë u bëi rrethimi etj. Para 3 ditësh, sot, që i bie diku te para 2 javësh, kur dali ky episod për të gjithë juve që po e dëgjoni, një nga komisionerët evropian thotë ne akoma presim hetimin. E ke parasysh? Ne akoma presim hetimin. Ndodhen protestat, milici serbe, ex-polic serb, rrahën barbarisht edhe policë të këforit. Ajo një nga këto deputetet e të gjelbërve gjerman, domethënë që është në Komisionin Evropian, apo nuk e di se ku është, del thotë shqiptarët po kryejnë genocid në Serbi duke hequr serbët. Tani pse mos i tregojmë edhe ne serbit brylin? Pse mos i tregojmë dhe ne thëmbrën, domethënë nëse ne po thonim që nuk duam që ata të izolohen etj. Po tani kur ata po mundohen të izolojnë ne, na tregojnë në gisht, janë terrorista, janë genocidale, po vrasin serb, po vrasin të krishterë, janë kriminela, janë përdhunues etj. Dole dha se ne Jezusi nuk jemi tash të kthejmë faqen tjetër. Kupton, dikur duhet të ketë një fund kjo, domethënë ku është balanca? E ke parasysh? Se e thënë të drejtë Denisa, është shumë e vështirë për një shqiptar të Kosovës të arrijë të kuptojë dhe të besojë që kthimi i faqes tjetër funksionon. Se nuk jo domosdoshmërisht ka funksionuar deri tani. Nuk mendoj se ky është realiteti, unë mendoj se kosovarët e kanë shumë të qartë se kë kanë përballë dhe e di që janë të përgatitur për çdo lloj situate. E mos harrojmë që ekziston një mision i NATO-s në Kosovë. Dhe NATO e ka bërë të qartë edhe gjatë viteve 90, pasi bombardoi Beogradin, që ka një kufi, ju deri këtu mund të arrini deri nga këtej e tutje, domethënë nuk kaloni dot. Madje Miloševići ka qenë kreri i parë i një shteti që ka përfunduar në një gjykatë ndërkombëtare për krimet e lënda lufte. Njeriu i parë pas gjithë atij shekulli dhune që ka ndodhur, që ka përjetuar Europa. Megjithatë, unë mendoj që atëherë ka disa deklarata që bëhen që kanë një qëllim tjetër. Edhe jo për t'i dhënë të drejtë, për t'i dhënë dikujt të drejtë për të thënë që dikush tjetër e ka gabim. Por sepse diplomacia i ka këto. Domethënë nuk mund t'i shmangësh. Megjithatë, unë rregull, unë kam mirë kuptim. Unë si Bleon, për mua është e thjeshtë, se unë jam i ulur këtu në Berlin, e ke parasysh familjen e kam në Beratën në Tiranë, unë jam në rregull. Po duhet të kuptojmë faktin që kur një nën, si e foto që bën xhiron e Twitterit para ca ditë, domethënë që i janë vrarë të 4 djemtë dhe burri vet, dhe ka tavolinën bosh. Ajo nënë kishte vështirë ti thuash ata nënë, shikon nënë, po kështu e ka diplomacia, domethënë.
Unë nuk do atëherë, unë nuk është se po edhe as unë doja thoja një gjë të tillë një nënë. Jo, pikërisht, ne thjesht po u lumtojmë, po mundohemi të themi ca gjëra që janë të vështira për të thënë. Janë shumë të vështira, patjetër, janë shumë të vështira, por nga ana tjetër, si themi, shqiptarët kanë gjë të mirë, qoftë në Kosovë dhe qoftë në Shqipëri, që nuk është se luajnë me ndjenjat e njerëzve për të justifikuar disa politika të, si themi, të marra dhe të sulmojnë një shtet apo të sulmojnë një komunitet apo të shpallin papritur luftë dikujt. Këtë gjë po e shikojmë tani në rastin e Ukrainës edhe të Ukrainës me Rusinë. Por edhe shqiptarët një gjë të tillë nuk e kanë, nuk kanë shfrytzuar asnjëherë ndjenjat e popullit përveç në vitet 90, në ato trazirat e mëdha, hapjes së depove, piramidat, më thash atëherë po, që janë shfrytzuar ndjenjat e njerëzve për të destabilizuar vendin, por shqiptarët një gjë të tillë nuk e bëjnë. Edhe mendoj se është, si themi, tregon një lloj përgjegjësie dhe pjekurie ndaj problemeve që realisht janë serioze dhe ka njerëz që merren me këto probleme ditë për ditë. Po e vërteta është që nëse ti nuk je, si themi, nëse ti nuk je një ushtar, nëse ti nuk je politikan, nëse ti nuk punon në vendin e duhur në momentin e duhur, bërti sa të duash, po ti nuk ke mundësi që ti ndryshosh gjërat. Po, ka disa mundësi për të ndryshuar gjërat, nëse njerëzit organizohen në mënyrë të shëndetshme me protesta, por shpeshherë edhe mënyra se si bëhen protestat, ta zëm, në Shqipëri, mua nuk më duken vërtet jashtëzakonisht kot. Për arsye sepse njerëzit shpeshherë janë të nxitur nga politikan X për të dalë në shesh dhe jo nga diçka që vërtet i shtyn nga brenda e thotë, "Ok, për mua kjo është diçka e drejtë edhe unë jam i gatshëm që të, si themi, të investoj për këtë gjë, të ngri zërin për këtë gjë." Dhe mendoj se ka njerëz që merren me këto probleme ashtu siç duhet. Por çështja është se jo të gjithë ne mund të merremi me këto gjëra ashtu siç duhet. Normalisht. Një gjë që mund të bëjmë është që të japim informacione të sakta atëherë kur duhet, që mos të, si themi, mos të tallemi me ndjenjat e njerëzve dhe me dhimbjet e njerëzve, po nga ana tjetër të jemi të përgatitur për çdo gjë, sepse dhe mendoj se kjo gjë ekziston, ato nivelet politike të duhura ekziston. Nuk është se shqiptarët rrinë aty kot, kur rafsha mos u vrafsha, edhe ky është një lloj perceptimi mendoj i gabuar. Kjo lloj narrative që ne shpeshherë kemi për veten tonë nuk na ndihmon, që nuk na nderon në radhë të parë. Unë mendoj se shqiptarët janë të vetëdijshëm tani në shekullin e 21 për çfarë ka ndodhur me ta edhe në çfarë situate janë, dhe mendoj se nëse ne i bëjmë gjërat ashtu siç duhet, mund të përmirësojmë jashtëzakonisht shumë. Imagjino që në 200 vite që që Serbia ka për shembull 200 vite dhune, kolonizimi, spastrimi, genocidi, imagjino shiko ku janë sot në shekullin e 21, akoma që tremben që do vinë shqiptarët edhe ne po kërcënohemi nga shqiptarët. Domethënë edhe ato lloj praktika nuk është se i bën shtetet më të sigurta, i bën shtetet më të brishta. Nga kjo do marrim së mund të Denisa për herën tjetër, se e vëre që si minier, domethënë kemi goxha shumë tema për të folur, kemi goxha shumë biseda për të kryer së bashku. Do themi këto. Ne pra do mundohemi, do fillojmë nga vetja, të mundohemi të themi informacione, domethënë me aq sa kemi mundësi, edhe të mundohemi që normalisht mos të tallemi, po të jemi edhe delikat edhe të ndjeshëm, domethënë për sa i përket temave që përflasim. Unë të falenderoj zakonisht shumë që ishe këtu me mua dhe me zi pres që të fiksojmë datën tjetër për episodet e tjera. Faleminderit, ishte një kënaqësi edhe për mua, edhe pikërisht uroj që ty këtë pëlqyer edhe shikuesit tu, edhe herë tjetër. Ku nuk ka pëlqyer e godasin direkt. Për çka? Bëni like, comment, njerëz subscribe, komentoni mendimet tuaja, domethënë bëni komplimenta, jepni mendimin tuaj, bëni na një pyetje, i përgjigjemi në episodin tjetër ne, këtu jemi. Domethënë kemi durim, kemi të zellshëm. Abonohuni në Patreon, bëni subscribe në YouTube, shpërndajeni me miqtë tuaj, edhe bashkëmirupafshim në episodin tjetër. Mirupafshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.